Atëherë keni vendosur me të vërtet. Kështu nesër në mëngjes do të niseni për Gjermani, profesor. Zëvërisht të qetë, drita e së ardhme. Luftëtarja e lumturisë. A mos të rriti njeri? Faleminderit. Po ja çoj gufit këtë. Ka marrë një të ftohtë të keqe, e dini? Kjo do ta mbaj atë shumë ngrohtë. Ka aromë të mrekullueshme. Flokët e borës që në tokë grumbullohen përfaqësojnë zemrën e pastër. Luftëtarja e bukurisë. Kjo është shumë e thjeshtë, sepse kam parë se çfarë lloj personi je, por ti nuk je as pak i tillë. Më pëlqeu dhe mshuria që tregove për motrën tënde te shfaqja e talenteve, sinqeriteti që tregove në asamble, edhe tek festa, u tregove trim, edhe argëtues, edhe ajo që bëre për mua. Bërja e raportit të librit gjatë mungesës sime, u tregove shumë i sjellshëm, kështu që kur unë të shikoj, nuk shikoj as pak një dështak. Ti ke të gjitha cilësitë që unë admiroj. E kuptuam, ponët e kristal të adhurojnë. Po pra, kjo është e çuditshme. Kemi djalosit Charlie. Çfarë të solli deri këtu? Nuk e drejton dot paftën? Gjuajtja nuk është e fortë? Mund të jem në gjendje të të ndihmoj, Charlie. Ajo sapo më lexoi një listë gjatë romanesh të shkëlqyera. Huckleberry, diçka, thekri me byrek, por ajo thashë libri më i madh i të gjitha kohërave, quhet Historia e lodrave të Leos. Një moshuar që quhej luftëtar. Paqe.